Një ngjarje që mund të kishte rezultuar fatale është regjistruar në Lungomare, ku një qen ka sulmuar dhe ka kafshuar një fëmijë rreth 4 vjeç. Fëmia është dërguar me urgjencë në spital pasi ka marrë plagë të rënda në kokë. Vajza 4 vjeçare është dëmtuar rënd dhe është futur menjëherë në sallën e operacionit pasi qeni e ka kafshuar në pjesën e kokës dhe të qafës. Qeni është neutralizuar dhe lidhur nga punonjësit e policisë si dhe nga një punëtor që ndodhej pranë zonës, i cili ndërhyri duke lidhur kafshën me zinxhir, ndërkohë pritet ndërhyrja e veterinerit për largimin e qenit. Në momentin e sulmit, fëmia ndodhej i shoqëruar nga gjyshrit. Aktualisht ajo ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Një nga punëtorët që ndodhej pranë, Seiko Veliu, ka ndërhyrë për të shpëtuar vajzën e vogël dhe ka rrëfyer momentet e ngjarjes, duke treguar se si reagoi për të neutralizuar qenin. Mua më Seiko Veliu. Ju ndërhyt për ta larguar fëmijën? Jo, 1 minutë. Ata po ikin rrugës. Erdhën të dy, gjyshi dhe gjyshen, e i mora unë, hajde bëj një foto xhaxhi, thashun Seiko, thashun, aty, thashun. I mora pasaj zbrita. Iki thashun zotit bëjmë mbretëreshi, thashun. Kaqi thashun. I kanë qeni po vite qëndë, një të ashu, një të mbërtyr, këtë të koka, e pashun, më veshën sytë. Një të kapur, qenin e lidha 4 herë me zinxhir, shumë grupë në atyre, e lidha të shtyllat. Se çupa nuk shtim. Nuk po e lëshon e ku e kafshën? Nuk, këtu në kokën, mi se kapi këtu, nuk që vdekur e. Fati që vajta unë, dhe pash që, thashun, qa pati këshu dhe shumë. E mora lidha atyre. Qëni erdhi agresiv si apo u afua fëmija apo i vajti qëni? Qëni rrugës e unë, ku di unë madhe shumë nani, qëni rrugës, ka nga pitbullët e më dhejnë. Ka ndodhë të erë tjera apo jo? Po, nuk e di mua tani me dhe reparë që më ndodhi. Ne punojmë këtu ore, tondi. E tani, kjo ishte rastësi. Jo se... Sa vjeç ishte fëmija? Fëmija, 4 vjeç mund ishte, 3 vjeç, 4 vjeç. Vajti në spital? E, që në spital, edhe ambulancë dhe e morim. Po shpëtoj, nuk është. Ngjarja e rëndu regjistruar rreth mesditës në Lungomare, ndërsa fëmia pësoi dëmtime të rënda në kokë.